Meteori bie para derës së një banese në Kanada, dalin pamjet nga rënja e shkëmbit hapësinor në tokë. Një video është publikuar së fundmi, ku duket momenti kur një meteor bie në pragun e një shtëpie në Kanada. Ngjarja ndodhi dhe video është publikuar për herë të parë pas hetimeve të kryera për objektin misterios që ra para derës së një shtëpie. Laura Kelly sapo ishte kthyer në shtëpi nga shëtitja e qenve të tyre kur vun re një grumbull të çuditshëm pluhuri në formë ylli pranë derës së tyre. Në përpjekje për të kuptuar se çfarë ndodhi, çifti kontrolloi kamerën e shtëpisë së tyre e cila tregoi një shkëmb hapësinor që binte nga qielli dhe godiste murin me tulla pranë banesës së tyre. Përplasja ngriti një grumbull pluhuri ndërsa kamera regjistroi zhurmën e goditjes jo shumë të thellë, e cila dukej e ngjashme me thyerjen e enëve. Dyshja më pas mblodhi sa më shumë mbeturina nga meteori i shpërbër dhe i dërgoi ato te Chris Herd, kuratori koleksionit të meteoritëve të Universitetit të Albertës për analizë. Heard tha se kjo ngjarje ishte e rëndësishme sepse ishte shkëmbi parë hapësinor i regjistruar në video dhe audio dhe gjithashtu përplasja e parë e dokumentuar e meteorit në zonë, ndërsa shkëmbi hapësinor fillimisht udhëtoi rreth 37 milje në orë, 50 herë më shumë se shpejtësia e zërit, në kohën kur banonte nëpër atmosferë do të ishte ngadalësuar në rreth 122 mph deri në momentin që do të arrinte në shtëpi. Nëse kjo do t'ju godiste duke ecur me 200 km në orë, patjetër do të dhemte, nëse jo, do t'ju vriste, ka thënë ai.